أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojna me sjelljet islame. Kemi folur për disa sjellje, të cilat janë sjellje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të cilët na ka porositur vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi folur për përshëndetjen islame, kemi folur për se si duhet të jemi të buzëqeshur, me fytyrë të buzëqeshur. Pastaj përshëndetja përdore mes muslimanëve, pra burra me burra, gra me gra. Dhe pastaj kemi folur për ruajtjen e sirit dhe të gjuhës, kur të jemi me njerëz, mos t'i lëndojmë zemrat e njerëzve, mos t'i lëndojmë besimtar me ndonjë fjalë, ndonjëherë me qëllim, ndonjëherë pa qëllim, sepse njeriu kur flet shumë edhe mund të gabon. E gjuhën është mirë ta kontrollojmë, ta ruajmë gjuhën tonë, të mos ta kalojmë shumicën e kohës me fjalë të kota, por ta kalojmë kohën me dhikr, me përmendjen e Allah subhanahu wa ta'ala. Sepse çdo fjalë që e flasim, ajo shkruhet, regjistrohet dhe në ditën e gjykimit do ta gjojna në librin tonë. E pasi të takojmë me njerëzit, pra të përshëndesmi me buzëqeshje, të përshëndesim përdore, të ruajmë gjuhën me ato, të ruajmë shikimin, tash për sjelljen tjetër për të cilën do të flasim sonte është modestia, pra të jemi modest, të jemi të thjesht me krijesat e Allahut. Pra mos të bëhemi me ndjemëdhaj, mos të bëhemi krye lart, sepse modestia apo thjeshtësia, të jemi të thjesht, është prej zakoneve të njerëzve të mirë. Sikur ta lexojmë historinë e pejgamberëve, historinë e sahabeve, njerëzve të mirë, të gjithë kanë qenë modest. Dhe me atë modesti kanë arritur të hyjnë të deportojnë në zemrat e njerëzve. Me atë modesti dhe thjeshtësi kanë arritur që ta përhapin Islamin. Anë mban botës me modesti, pra njerëz të thjesht. Një ditë e përmendëm histori apo ligjërata më shkurt për modestinë. Nëse jemi në asnjë njerëz që kur I ndëgjojmë fjalë dhe ndalemi I meditojmë, I kuptojmë thellësinë e asaj fjale, me një fjalë të shkurt na mujna me kry dersin për thjeshtësinë apo modestinë. Thot, dikush shikë me një libër, thë historia më shkurt për modestinë. Tha, hiri dikush në mezhlisën e pejgamberit alayhis salam dhe pyeti kush është Muhamedi. Hini me një mezhlis, ishin sahabët, ishte pejgamberi alayhis salam, dikush hini te dera dhe tha, cili është Muhamedi? Kjo shka tregon se as se ka qenë thjesht pejgamberi alayhis salam, që ka qenë modest, nuk e ka pas vendin special na për dhoma ku kanë pejgamberi alayhis salam, po sikur mbretërit që e kanë ato ministrë dhe kryetarë, I kanë ato karriget pak më të veçanta, më special. Pejgamberi alayhis salam zotriu I krijesave, zotriu vula pejgamberëve, kurora e gjithë pejgamberëve, I dashur I Allahut, krijesa më e mirë dhe më e dashur e Allahut. Kur kanë hyrë dhomë njerëz nuk e kanë njohur cili është Muhamedi. Nëse se kanë njohur më herët, s'pareja kur e kanë pa nuk e kanë njohur cili është Muhamedi alayhis salam. Tash ku thimna për shembull, një shembull të komunë, di kush është kryetari I komunës, se ka një vend më special. Shkon te mbreti, shkon te kryetari I shtetit, ministri, ato sicilë ka vendin e vet të veçantë. Pejgamberi alayhis salam ka qenë njeri I thjesht. Ka qenë modest. E kur ka një dikush ka pyet cili është Muhamedi. Domethënë nuk e ka njohur. S'ka pas vend thamë të veçantë, se sikur ta kish pas një karrike më special pak, kur të ikën dhomë, çaj kryet sobës atje, çaj më I veshti më special me karriken më special, ki duhet më ku Muhamedi. Jo, se ka njoh. Pejgamberi alayhis salam ka pas raste, aty që ka gjetë vendin e lirë me një mezhlis atë ja ul. Jo më thon, çu ti pja qenalt. Shtë ma vendin, hoxha në jam. Unë jam mësuesi, unë jam profesor, unë jam kujdikushi. Je, me dashëm tash lune për respekt, tash loj vejna, më të s'ki nevojë ma bo me gjithë që është në ma vejnë. E pejgamberi alayhis salam nuk e ka bon këtë. Pra modestia, thjeshtësia është prej zakonet të njerëzve të mirë.
Modestia nuk është dobësi. Ama njerëz do njerë e keq përdorin modestin tonë, kur je i thjesht, i but me njerëz, a ki pa të hipin qafë. Jo, nuk jam të e bon nga friga në këtë modestin, unë bona modest për shka për Allah, se pejgamberi alayhis salam çka thot, men tawadha lillah rafa'a. Kush bëhet modest i thjesht për hir të Allahut, Allah e ngrit. Pra nëse bona modest, bona për Allah, jo se ta kam frigën ti. Jo se ti je pare le, unë jam pak i varfër, po bona pak i thjesht me ti. Jo. Nëse jam i thjesht, jam modest, jam për Allah, për hir të Allahut. E kush bëhet modest për hir të Allahut, Allah e ngrit. Ku e ngrit? Në dunjë dhe në ahiret. Në dunjë ngrit ata njerëz që e kuptojnë modestinë, në dunjë ngrit ata njerëz që e praktikojnë Islamin. Ato që janë në Islam kur koheq apo se praktikojnë Islamin, normal se ato s'kan me të vlerësu diçka si modest, jo. Por ato që e kuptojnë modestinë, që e kuptojnë Islamin, ato të respektojnë se je modest, je i thjesht për Allahun subhanahu wa ta'ala. E çka është modestia apo tawadhu? At-tawadhu tarku at-taraffu'i 'ala an-nas. Modestia ose thjeshtësia është e kundërta e kryelartësisë. Mendjemësisë dhe krenarisë. Mos të ishe mendjema. Për shembull, ki parë, mos e bën mendjema. Se sikur shka i ki tash, mund ndërmet hupa të parë. Dje nuk i ki pasë dhe ki, nesër mund mos mi pasë. Se je i fuqishëm, mos e bën mendjema. Se je ishe i dopt. Kur linde ishe i dopt. Desa u rriti me një kohë, një mosh, ishe i dopt. Ta shki bon pak fuqi, mos harro se nesër plaku është humë fuqia. Rrit gjithmonë modest, i thjesht, ki parë apo nuk i parë, i shëndosh apo nuk i shëndosh, je për një kabile, për një fisit të njohur apo nuk je për një fisit të njohur. Je kush je, bëhu i modest, i thjesht. Je ku je, bënu i thjesht. Në familja, në rruga, në puna, në gurbeta, ku do që je, bëhu i thjesht. Pse? Se ti ki dobi. Në po thëjma, prej sjelljes të Islamit është të jesh i thjesht. Dhe me thonë, ajo për ti është. Nuk është për tjerë. Për ti nëse bësh i thjesht, ti ki e dobi, ti ki e ngritesh në gradat e larta të Allah subhanahu wa ta'ala. Pra do të thotë ti nënshtrohesh Allah dhe ta pranosh të vërtetën. Pra duhesh me pranu të vërtetën. A e tha një fëmijë, a e tha një plak, a një gru, a një burr, a një i varfër, a një i pasër, kush do ta thojë të vërtetën duhesh me pranu. Se shpesh mendjemasia nga vjen, që refuzojsh fjalën dikujt, qoftë edhe vërtet që refuzojsh fjalën, mos ja pranosh. Pse? E he kush e tha. Tash unë jam shembull, hoxha mi mang ton xhami, pse një xhamat çaj më korrigjon për ndonjë fjalë, për ndonjë gabim, e me ta bon rezim, thonë shuj, ullët ja marrë, duhet me ta orë, qish me ti hoxhës mi folë, qish me ti me përmisu hoxhën, kush jetë i kja hoxhë? O ka dalë së bonami. Omejri radiallahu anhu, khalife për nga mejtë alayhis salam, khalife e ditë, në hitbe ditën e gjëmo, a i tha gjëmot ati, thot për mehrin, aty ku bëhet martesa, a i mehrit të na shejtojnë lirët. Ka tha Omejri radiallahu anhu, kush e hip mehrin, më shumë se sa pejgamberi alayhis salam që ka pas me gratë të tina, thot të pricën ka me morë dhe me shti bejt el mal, të arka e shtetit, të pasuria e shtetit. Thot kanë dëgjoj se ka hip mehrin më shumë se që ka pas pejgamberi alayhis salam, thot në kam ja morë të pricën. Edhe qëtë një gruin midis xhamisë, një grua, edhe kush ako Omejri, mos harrojmë kush ako Omejri. Normal, ako i ashpër kundra të pavërtetës, ako i ashpër kundra padrejtësisë. Ani pse dikush mendon se Omejri ako i ashpër tash me muslimat, dhe muslimat s'ka guxu mi bon zon atina. Jo. Kur ako e pa drejt, Omejri se ka dëru pa drejtësinë. Kur bon diçka luftu Islami, Omejri se ka dëru atë. Ama kur ako e vërteta që thot në nërsia Omejri radiallahu anhu e vërteta, e kanë shlu kompë të thojmë një fjalën, a di? E ka shlu takati mo, është kjo e vërteta u kri. U qu gruja në xhami tha, o emir mu'minin, thot nuk të takon ti kjo, pra nuk të takon ti ta caktojsh mehrin. Thot Allah xhaleshan ka thonë Kur'an, mi dhon sa mi dhon pasurin nga pasuria juve për mehrin, është drejta atinve. Nuk ju takon ju më mora. Edhe Omejri radiallahu anhu në atë moment, të na i thotë ai gruaja thot, o emir mu'minin, a ti mendua me ngu fjalën e Allahut Kur'anin? Thot jo, Kur'anin ngone. Thot pse shka po? Thot Allah kështu thot Kur'an. Edhe nëse jepni me të madhe pasuri mehrin, s'keni drejt me mora. Atëherë Omejri radiallahu anhu kthejt hipën hitbe, pastaj dhe thot akhtal Omar wa asabat al-mar'a. Thot gaboj Omejri edhe e tha të vërtetën kjo gruaja.
Halifja muslimane, çka ka pas musliman në atë kohë, aja konkretari kretëve. Po him në hitbe, tha, Omeri gaboj kjo tha të vërtetën. Jep një sa të duni mehrin. Na si hoqna me bon sontër me gabun në fjalë. E dikush në përmisu me thonë kështë javën arshme përmisoj, a di, thuja se live i kon, përmisoj çka ki thonë na qafë. Në kaploj njerë, se qish me dalë që me pranun gabimin, qish me dalë me thonë se pas na dita, për pas na ditë. Shumë e thjeshta, gabojna. Mujtë me gabu. Mujtë me gabu të tash, në të kalë të ders, jam të folë diçka me thonë halal për halalin, e shkoj thonë për një sen haram, a shka është halal në islam. Roshet, gu, mujtë me gabu. Nuk është marë mu këthi me përmisu pastaj. Marë është mos me përmisu e njerës të pastaj me punu me atë punë. Me atë fetfajnë tonë, po thujna. E du më të bumi modestna, nash hoxha, nash krye familjare, nash burri, nash gruja, nash fëmija, krejt, si të bumi modest, kur qemi modest, atëherë ndrishtë do të bëndë edhe jeta jonë, edhe shoqëria jonë, sepse modestia është, thamë ta pranësh, të vërtetën, modestia është e kundër të krye lartësis apo mendjemasis, dhe kjo është në nështrim ndaj Allahut dhe ta pranësh të vërtetën. Dhe se ti prej neve do të jetë i përullur para vllajt të ti musliman, jo të jetë më i lartë se ai. Kjo është modesti, tregon, domethënë kur të hi me një mezhlis, kur të takon me një musliman, mos të tregon më i lartë se ai, po bënë më i thjeshtë ai, mundohet më të më i thjeshtë. A mund që të nënë edhe ai kur mundohet më bëj më i thjeshtë se ti, atëherë asnjëri nuk i bën padrejti tjetrit. Asnjëri nuk e shikon tjetrin me sy të nënçmimit. Asnjëri nuk i thot tjetrit me një fjalë të rëndë që e nënçmon, që e nënvlerëson. Pse sa ai po mundohet më bën modest, ti pe këto mundohesh më bën modest. E të ditë ushtim të bën garë se më modest, atëherë edhe muhabet janë më të qeta, më të buta, edhe fjalët janë më të buta, edhe fjalët i zgjidh, çka më thon filon se mos ta lanoj me fjalë. Po për këtë, ne si musliman duhet të jemi të përulur, po të thjesht para vëllezërve tonë musliman. Respekti janë diçka tjetër. Ta respektojmë njërin tjetrin. Këtë respektoj se është më plak. Po ai më respekton mua se jam më i ri, më mëshiron. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Nuk ka prej ne, pra nuk ka traditë jonja, nuk ka rrugë jonja, mos të respektohet i vjetri e mos të mëshirohet i vogli. Nuk ka domethënë prej neve kjo. Nuk janë mësimet e pejgamberit alayhis salam, nuk janë porositë e pejgamberit alayhis salam. E çka janë porositë e pejgamberit alayhis salam, ta respektojnë të moshuarin, ta mëshirojnë të voglin. Pra si cële e ka të vendin e vetë. Ama modest, kaj do të jemi modest. Ta shumë kur jam modest, do të jem modest me një fëmijë më i vogël se unë. Po të jem modest dhe ai që janë më i vjetër se unë. Modest edhe me atë që kanë moshën time, modest me atë më të diturin, modest me atë më pa të diturin, me krejt njerëzit. Kështu ka qenë pejgamberi alayhis salam. Me sahabët e tij, shoku ka pas dikane ka pas gjenerati, do një akon më i vjetër se pejgamberi alayhis salam, do një akon më i vogël se pejgamberi alayhis salam me moshë, por pejgamberi alayhis salam ka qenë modest me të gjithë. E për me qenë modest duhet të shkojmë gjithmonë kundra epshit. Nuk arrit modestia nëse ne e ndëgjojna epshin tonë, nëse i shkojna egos për mas. Duhet gjithmonë të jemi kundra egos. Se me ngu egon tonë, epshin tonë, të të që bektinash, keme të kalëzu të ja? Të që sa vjeti i ki bon, sa praksën e kije, sa ligjeratët ki majte, sa kësi, ki pa me i dja bon hosh, ki pa të kalëzun ti. Epshin qëton, me ngu epshin qëton, thot. E që bektina këti plakin, gjë nuk është më koha ju, na ta shemi në shekullin 21, ti nuk i di dësejne, nuk i di? Jo, bëllë i di. Ai po di hala pe pas teknologjin ka di çka mos ti sot me teknologjia pe s'di shumsejne. Pse se nefsi çon çton ai ma plak jo be hiçuktina se plaka. Ki ma i ri hiçuktina se ma i ri. E ta ku dimë atë moshën e tij do një shaka gjenerate dhe aty gjon diçka, pse se epshin si ta ngosh epshin nuk le mu bë modest. Gjithmonë epshi dëshiron ti të jesh më i lartë. Ne do të shkojmë gjithmonë kundra epshit, sepse epshi don gjithnjë të jetë më i ngritur dhe i lartë ndaj të tjerëve. Ai është ai profesor, është magjis, është hoxha, dietar, mufti, në çka tjetër. Ne si do dëshiron që ti gjithçish më mundu më kom më lart se ai.
Ama jo në onën e mirë, ati pozitiv mu ku ma lartë saj, do me thonë mu mundun me mësu e me arritat e ta kalojat me jo, me naj fjallin në nëshmon, me naj fjallin zënë gosh, naj piqin, naj diçka, edhe para njerës të mu kalzu, a pëshin e ku shamone, me di fjallin zonë, të i vetën e ki zonë, ti vetën e ki ngushtu, vetën e ki nëshmu, ti nështa para njerës e ki nëshmu filan djetaren, se njerëzit nështa për rreth të janë këmë të gjahila se ti, edhe shka thujnë, qka i bane. A mund ditën e gjykimit? A që shifët të na, kush kanë nënçmoj? Veç vetën mund të nënçmojshti, veç vetën mund të bëjsh të ullët. Së ne bënë kërkonin me fjallë. Pa po rezil e boni, qka mos i tha? E ka bon për 5 pare, ja bojnë të na? I be vetën e ki bon për 5 pare. E ato shkanë për ti, për 5 pare edhe ato mendoj se ti e boni atë për 5 pare. Vetën e ki bon 5 pare. Ku dilesh nesën ditën e gjykimit, kur ta shifësh se çka ke bon, kanë e ke nënvlerësu, kanë e ke poshtru, ndoshta është e vlijan, ndoshta është i dashur i Allahut. Çka po bën atje? Atje janë shumë vol. E për këtë, ai pra gjithmonë mundohet të jetë më i lartë, më i ngritur se dikush tjetër, e për këtë ne duhet të luftojmë vazhdimisht, rregullisht kundër nefsit tonë, se pejgamberi alayhis salam ai thotë sahabijët apo sahabë thotë u kthin për një luftë të vogël në luftën e madhe, prej xhihadit të vogël në xhihadin e madh. Tha no pejgamberi Allah, ta ka xhihad më i madh se kjo? Çka luftum dhe çfarë? Thot po, lufta ndaj vetvetes. Sikur të jemi në të fortë, të fuqishëm trima me vetveten, atëherë shumë lehtë do të bëhet. Shumë mirë do të rregullohen punë, të gjitha punë. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Lejse me njaftau turukan batala. Nuk ka shtrima i cili ja ndërpret rrugën njerëz. I den rrugë, plaçkite, rrejne, myte, kuj diçka ja merr kerrën, ja merr pasurinë, kuj diçka apo që janë do grupe ki po vendoniri në ato i don rrugë thonë jo, shko sill në ato. S'ki drejta me kalu këto. Ande se janë kallaballok, janë më të fortë, rrejne, kuj diçka, bon trim. Thuaj za trim. Pejgamberi alayhis salam thotë nuk janë këto trima. Lejse me njaftau turukan batala, nuk ka shtrima i cili ja pret rrugën njerëzve i plaçkit. Innama man yattaqillaha al-batal. Por kush i ka frikë Allahut ai është trim. Po ti kish frikë Allahut, ai është trimi më i madh. Nëse Allah të furnizon për shembull të jap parë, ta jap rrezikun, ki rrezik në fakt madh, ki furnizim të madh, bëhu modest dhe i thjesht. Nuk do me thonë se ishe i varfër, e tash edhe Allah të i pasurit madhe, mu bon tash të i mendje madhe. Ndosh me nejtë prapë modest. Sulejmani a.s. pejgamberi Allah ta ka sundu tokën. Lindjen përëndim, në komodë ti kanë qenë me gjine, me njerëz, me kash, me shpens, me bim, me çdo, këtë krijesë janë konë sundimin e ti. E ka di gjunë e kretë, ama konë maj thjeshti për kretë. Pse? Modest, ka qenë modest. Edhe pse ka pas gjithat pasuri, thot ka prej se di me mija lopë dete, me mija dhene, mish të i shpërnda njëzën e vojtarve, vetë thua se ka hongër buk me kost të thartë. Dhe më thonë, diçka sa ma thjesht ka hongër. Sikur të ishte hongër ari, edhe kish dashaj me hongër ari, në kish hongër ari, ka pas, qash pasuri. A më ka qenë modest. Pra nëse të jep Allah furnizim të madh, të jep pasuri të madhe, prap qëndron modest dhe i thjesht. Nëse Allah të jep famë apo autoritet, bosh ndaj minisa, ndaj kretara, ndaj mbreta, ku e di çka ndaj famë të madhe të jep Allah Teala, prap bëhu modest dhe bëhu i thjesht me njerëzit. Mendo pak se ti ke qenë si këto poshtë, ta se ki pak më lart, e ki bën një famë më të madhe, mos i shkel njerëzit. Mos bën padrejti. Se shumë të njerëz që kanë deviju apo janë bën zullumqtar të padrejt, se për një moment kanë hip, janë bën dikushi, edhe po unë jam ai, unë kanë ai bosa ai krijesori, edhe hajde çta, shoh krejt shërbetor të mi. Allah të ndryshon gjendjen tonë për një sekondë ndryshon gjendja. Bëhu modest, falenderoj Allahun. Ki post lart, falenderoj Allahun dhe bëhu i thjesht, bëhu shërbetor i njerëzve. Pejgamberi alayhis salam shikon çka ka thonë për atë, atë të na përparas, tash më ka hupa e rejni, po përpara një që ka shërbi ujna për shpia, di ka pas misafir njënje, a konë të puna jo të sonde është, mi shërbi misafir shembol uj. Kush ka lip uj, mi prun të uj. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, për këto si shërbetor që ka punojnë, ai nuk,
të na fjala shërbetor na shë morin pak si keq, a di shërbetor do të thonë me pagesë, me shërbije. Jo, shërbetor do të thonë me qenë shërbim të popullit, shërbim të familjes, shërbim të njerëzve. Pejgamberi alayhis salam ka thonë sayyidul qaumi khadimuhum. Thotë zotëriu i një populli është shërbetori i tij. Ai që shërbin popullin. Këti ja krin një punë, ati ja krin një punë, këti i ndihmon diçka, këti ja zgat dorën. I shërbim po për Allah i ban. Thotë ajo zotëria një popullit. Në më thonë tash, nëse do më bon kryetar një popullit, do është më bon, por me qenë të zotëria ti i popullit, do është më bon shërbetori atëne. Jo si të bon është kryetar, populli më bon shërbetor të to, si shvepojnë sot, krejt jobë në ashtar pojdinë. Po një 99% këshon veprojnë. Si të bënd kryetari i komunës, apo i shtetit, apo bënd dë një udhëheq, ai me njëherë automatikisht popullin e ban shërbetor tina, jo më bon kish shërbetori atinve. A pejgamberi alayhis salam, apo sahabët, kanë qenë shërbim të popullin. I kanë shërbi, çka do me thonë me shërbi? Me azgat dorën tina, minimuj tina diçka, ka dë një gale, dë një derë, dë një nevoj, ti ndihmosh. Këtë kush e ban? Kjo ban nga modestia. Kur je modest, se nëse si je modest nuk bon shërbetorit të në. E pejgamberi alayhis salam po thot, sayyidul qaumi khadimuhum. Zotëria i një popullit është kush është shërbetori, ai që i shërbin popullin e tij. E nëse Allah të jap dituri, pra bëhu modest dhe bëhu i thjesht. Mos të ban mendje madhe. Ditë shkolla apo se je bon tash hoxh apo je mësues, profesor diçka, mos të ban mendje madhe. Se pra do ditë të ishe në zazë, do këtë apo? Se s'ke linë të djetarë, edhe të i ki mësu. Ta është i ki gjëmontën, i ki në zazët, i ki klasët, ku i mëson në zazët. Mos të banë në ndjema. Banë i thjeshve, banë modest. Silu me atës, si ki pas t'i qef mos t'jela i mësu si jatë. A ki pas qef, a i mos t'jela me ti me butësie, me urësie, me ndimue, me ndejt për mikrije ti, desa ta kuptojsh një fjale, me ta s'qaru e krejt me ti mësua, po, a ki pas qef, po. Po ta shën. I ki e fmit për para, i ki për shembull për para xhamatin. Mos u bën me ndje madh me arë një xhamat me ta bën një piqe, njerë mu tall me ta një gjësore të në fund me allon përgjigjen. Ku i konte dhe që tash, 50 vjet i këbon, halas për dishe, qish mos me ditë, këtë muslimon duhet me ditë, aga hoqë. Japim a përgjigje njerit, nëse maltretot gjësore e mi thonë çka mos, për një piqe me allon përgjigje, mi thonë po ose jo, gjësore për ma. Kjo vjen nga mendje masia. E sa ka prej predikuesve, apo prej ndoshta hoxhallari thojnë vetës, e mësues të profesora, valla nuk modestinë kanë kërkon hisë di, a kanë mësuar dëne për modestinë, kanë dëgjuar hadithe për thjeshtësinë si me qenë thjesht. Zguzojnë, ka do xhallar xhamati zguzojnë më fol. Me të vërtetë zguzojnë më fol. Se mëna ja kthan a ma mërmenja, mua mërmenja, se nuk e di, po ma mërmenja se dhe ne kuzinë si ngushtë se dim përgjigjen për qatë në ja rotlojnë ma betin. Të si me në marë me dhe nuk e di. Pëse me të marë të cëlla është ma marë tash? A është ma marë me thonë nuk e di, apo ma marë është me bon rezil gjematin tanë, apo atë në zonësin tanë, e mos me ju përgjigje me thonë qka mos, vetëm për mi hikti asaj se nuk e di. Cëlla është ma marë? Ma marë kjo është. Nuk është marrë me thonë nuk e di, marrë është me maltretuat gjemot. Me jasi, a ki ba, e pejtën e do një piqe, i shkajtë nuk e di, këtë normale be është mos me di. Të si e hoqë djetarë më kon, mufti më kon, koj di shka më kon, këtë sejnët prapë nuk e di. A pe ka di shka që nuk e di në ti. Edhe atë lidhe me islamis, po thëmë bazët me di, ta manet bazët si mos t'i di një mufti. Ama ka sejnë që nuk e di. Këtë normale është mos me di. Ama, çka nuk ka normale, me të armarë me thonë nuk e di. E ta na, a ki pa stilët e mushtilët e vërte, ma bete, qa gjitha bën një hadith, ta lidh me kita idhën a gje, ta disa me thonë që mot mi hapsit, që gjithë të uran të përgjigj, ama asil rreth, piqës, të piqës ka hiheq. Këtë ka majtë ligjerat gjithësore, për përgjigjen fund delte pa përgjigje. Thu i thjesht, nuk e di edhe u kri, e këshiri. A i pleshtë të tunë këtë regojnë, por pa thot këj pish mi o gjallart në rrugë, mas xhamije, mas namaz në rrugë, o gjë e kam një piqe dhe ja ka bon piqen,
Këshire be agës, adi që kanë pasur ato, ma të vjetri, këshire be agës nuk e kanë hatër shtash, dhe më thonë di se kanë nërë në kryes, s'pun kujtojt, hajde këshirin qitab, dhe më thonë liber, nesër të kalzoj. Ka shku të shpija, ka këshin liber, ka hullumtue, ka gjetë nesër gjematit, me agën, be adi gjesh kanë vejtë atë piqen, kështon thë ke qitabi. Në që kanë pas plesh, thë ke qitabi. Që ka marë, se di se di. Djetarë kanë thonë, la edri nësfë l'ilm, nuk e di është gjithë dituria. E kush thot nuk e di? I dituri. Sa e kam mësu këtë fjallën, se fjalla nuk e di, nuk është marre. Edhe e thot nuk e di. A i pa dituri, rrallë e his nuk janë një fjallën nuk e di. Pastaj, a i cili nuk bënd modest, kur nuk ka më ngrit. Ngradat e larta. E ledhi la jetë wada, la jetë rakka. A i që nuk bënd modest dhe i thjesht, nuk do të përparu edhe nuk do të ngritet në pozitat të larta asë njëherë. E kina fjallën të Zotit. Të njërës ajnë asha e bojnë ministrë, e bojnë mbretët, shka mos e bojnë. Dikush i s'ka lidhe, ditë shkollë nuk i ka të bojnë të kretar komunet, të bojnë të kretar i shtetit. Pse sa i kretar i shtetit nuk kanë shëmëzër mu bojnë. Kur gjoj, së banë. Këti ka gati, letët që shumë gati, fjalimet që shumë ja bojnë gati, i ka këshiltarët, ja pregaditin senët, veç dilë fjalimin, letën e kija dhe plus nuk i ka me shenja të vogla, ja vritin ka pak se mi pa mirë, mos me gabu, dele ma një fjalim 5 minuta, shkon filan shtetë një takim, shkon një darka, gjithë shka se, u bon, 4 vjetë, në të kaluj shpejt edhe, si, aty, kollaj më bon kretar. Nuk po thujna, a i cilë nuk është modest, nuk ngritet kur, nuk po thujna, por që është e dënjohës të njerëzit, të njerëzit ngritin, por shka do ko? Ama të Zotin ditën e gjikimit a kime pas gradat të larta, nëse nuk je modest. Problem është. Sepse tërku të wadu, haqizun bejnë në shakhsi o bejnë në të rakki. Braktisja, apo lonja modestijës, me lo onësh modestijën, është një pengesë mes personit, njeriut dhe përparimit apo ngritjes në gradat të larta. Po, lonja modestisë anësh është pengesë që e pengon njeriut të ngritet në gradat të larta. E për këtë, ai që nuk është modest, nuk ka mundësi dëner të ngritet. Pastaj shumica atyre njerëzve që kanë qenë dhe që janë të aftë në fe, në më thonë kanë sukses në fej, mësoj njerëz të përhapin islamin, e thirën dika në islam, ja mësoj njerëz namazin, abdesin, diturin, aty punojnë për islam, janë gjallë punojnë për islamin, dhe këtë në përmi saj vjepre kanë arrit të ku, kanë arrit të devotshmëria dhe të gradat e larta. Kush i ka bon, pse kanë arrit shone, shkaku i shkajt në modestijes. Se do të më kënë modesti, për më nga njerëzve mas më jamësu islamin, se kur që ja dëmë vlatan muslimon të mirën, dë njerë inget masti. Nëse aj me nga, me artë të me mësu, ka të pjati njerëzve musliman që kam përhapi islamin, atë ju kanë nga njerëzve mast, që jamësujnë islamin, eja këto. E ka pa të mu dë një harama, dë një punë të keqe, mëse ban këtë, hajde fale namazi kështon, hajde në gjami, hajde mëso, hajde... Buhanifja, fillim me trektia morë, adi, edhe mas të ja mod djetarë mund me trekti, po në fillim ka shku në shitur ati me asaj ku ka një hoqë, një djetarë i ka thonë me shka mirë se ka pate gjamia, edhe i ka thonë pëse nuk mirësh me diturien. Merë me diturin se kjo është me vlefshme për ti, se sa trektia, pasuria, se kjo është e përkoshme, dituria është e përhershme. E thot e Buhanifja më prej kiç kjo fjallë, të shkanë kriju nalë me ndoha, thot pja saj ditë janë nisa më morë me diturin. Modestia të shtin me shka me bon, me përhapi islamin, me pas sukses në fejnë tonë, pra në shpërndarin e islamit, edhe për me arritë devotshmëria, edhe kjo është gjendja krejt pejgamberëve. Pejgamberët e Allahut se kanë përhapi islamin, me modesti, se sigur të kishin qenë me ndjemëlloj, kërkur se kish pranu prej të nëve. Pejgamberët e Allahut kanë qenë të thjesht, i kanë nejt me të vafën e me të pasërin, me krejt kategoritë e njerëzve kanë nejt. Edhe i kanë ftu në islam. E kjo të regon se i kanë qenë të thjesht. Por në që të non, mos të harrojmë se kur të bojmë modest, kur të bojmë të thjesht, atëherë thame arrit shkallën e devotshmërisë. Kur arrit shkallën e devotshmërisë, atëherë dije se kanë më të shtu sprovat. Njerëz sa ma
shumë të ngritën gratë e larta, më shumë ju shtohen sprova. E pejgamberi alayhis salam thotë ju do të sprovoheni në bazë të besimit, bindjes që e keni. Thotë në bazë asaj keni edhe mu sprovu. E sa më shumë njeriu të ngrit gratë e larta, aq më shumë do të ketë sprova, e kjo është edhe gjendja gjithë pejgamberët e Allah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam thotë një realitet që me të vërtetë është në mesin e njerëzimit, thotë innakum lataghfuluna an afdalil ibad at-tawadu. Thotë ju vërtet jeni të pakujdesshëm ndaj një prej adhurimeve më të mëdha. Thotë at-tawadu, porolosia apo thjeshtësia ose modestia. Tawadu, modestia. Thotë që jeni të pakujdesshëm, pra nuk I kushtoni shumë kujdes një që është prej ibadete më të mëdha. Jo ibadeti më I madh, por prej më të mëdhojave, thotë cila është ai ibadet ai adhurim, thotë at-tawadu, modestia. E sa ne jemi të pakujdesshëm ndaj saj na. Se pjesë parë na s'u luftojnë vetveten, epshin ton, egoin ton. E pastaj problemi fjalët e njerëzës, pse s'u duron në fjalët e njerëzës do ne më nervosh agresiv, se ti epshiot nuk të lejon. Ne duhesh më ngrit, ai më voni të keq, tash on 10 këshilla, 10 këshilla ja bajnë. E pejgamberi alayhis salam thotë ju jeni të pakujdesshëm ndaj një prej adhurim më të mira. Thotë at-tawadu, modestia. Pastaj pejgamberi alayhis salam thotë ela ukhbirukum bi ahli al-janna. Thotë a ju tregoj, a ju lajmëroj për banorët e xhennetit. Kush janë banorët e xhennetit? Thotë ahlul jannati kullu hayyinin layyin sahlin qarib. Thotë banorët e xhennetit janë çdo person I butë, I thjesht, I lehtë në marrëdhënie, do të thonë marrëdhënie njerëz me njerëz dhe I afrueshëm. Tash hejin I thjesht, do të thonë I lehtë në sjellje në marrëdhënie me njerëzit. Njëri që nuk e ngrit vetëm mbi të tjerë. Pra kjo është hejin I thjesht, modest, do të thonë I cili nuk e ngrit vetëm mbi të tjerë. Nuk sillet me mendje mallsi. Njerëzit nuk kanë frikë të afrohen, sepse nuk është arrogant. Po kjo një prej shenja të banorëve të xhenetit. Banorët e xhenetit, po thotë pejgamberi alayhis salam, është çdo person I butë, hejin, është I butë. Njerëzit nuk tuten me nejt me ta, njerëzit nuk tuten me përshëndet. Marrëdhëniet mes tij dhe njerëzve janë të mira. E kjo është hejin, do të thonë kjo është prej shenjave të banorëve të xhenetit. Lejin I butë, I sjellshëm dhe I afroshëm, I butë në fjalë dhe në sjellje, nuk është I vrazhdat, nuk ofendon dhe I trajton njerëzit me mirësi dhe butësi. Kjo është lejin, do të thonë I butë. E çka do të thonë I butë? Pra I butë qoftë në fjalë, qoftë në sjellje, nuk ofendon, edhe me njerëzit I trajton njerëz apo sillet me njerëzit me çka? Me mirësi dhe butësi. Pastaj thotë sahal, I lehtë në marrëdhënie. Jo I vështirë, nuk është I komplikuar me njerëzit. Si me thonë, shumë është I lehtë, atë lehtë mund me bë mohabet me ta, lehtë mund me bë tregtim me ta, shit blerje, lehtë mundesh me bë me ta një udhtim. Çfarë do aspekte tjetër lehtë e ki me ta. E kjo është një prej shenjave të banorëve të xhenetit, pra sahal është I lehtë në marrëdhënie. Nuk bën probleme me kot e kot. Ai bëu dikush të hongër baklava bën probleme. Të hongër mish dikon, të kon si ma mirë dikon, që të bën ndonjë problem. Çashtaj me njerëz e ka shtonë, si thonë merr spoja, di? Pak si të rri me njerëzit ai pe prishat mohabetin e nejen e kret, nuk I shkon nata. E muslimon duhet të jetë sahal, I lehtë në marrëdhënie. Qarib I afroshëm, pra njerëzit ndihen rahat të afrohen, pra të afrohen me ta, të kërkojnë ndihmë ose të flasin me ta. Në thonë njerëzit kur kanë ndonjë nevojë për atë personin I cili është qarib, për të cilin po thotë pejgamberi alayhis salam, banorët e xhenetit janë qarib, pra janë të afroshëm, njerëz kur kanë nevojë për atë nuk tuten. Nuk I bojnë 100 llogari si me shkune me kërkoni ndihmë atij. E din se është njëri I butë, është njëri I sjellshëm, është njëri që nuk të kthen prap, por nëse nuk mund me ndihmë të drejton dikon tjetër, të çon te dikush tjetër. Se ndihma nuk do me thonë gjithmonë ndihma me dhonë ti diçka. Nëse s'ka mundësi me dhon diçka, drejtoj te dikush që mund me ndihmu ta krijat punë. Sikur pejgamberi alayhis salam, kur ka ardhur dikush te pejgamberi alayhis salam I kërku diçka, ka thonë pejgamberi Allah, një borxh më dhon, thot pejgamberi alayhis salam nuk ka. Edhe kur ka thonë nuk ka, po në mes ka pas hiç.
Jo se i ka pas dhe rezervë, pa tut me adhon valla se të në shka bojnë pa rezerva. Jo, hes ka pas, as në rezerva, as në gjep, as në shpia, as kur s'ka pas her. Po i thot, kështone, thë shkon të rek, a gjem pazar, shko merë borç në emrin tem. Atëra i thojnë sa, to për nga merë Allah, po s'të ka obligu be zoti me këtë? I thojnë nuk të ka obligu zoti me këtë. Atëra për nga merë alisam pak si sku që të di, thot, po më drejtu të une. Pse mos ja lehtësoj ati një vështirësi? Lehtësoni, mos vështirësoni. O umejt e janë. Pse mos ja lehtësoj, është mundësia me ja lehtësu. Ta, kur ti bajnë inshallah kushtet, ja kthej ati borxhin. Pra nuk kanë gjithmonë me pas pa që duhet me thonë diçka, por muj me ndihmu ndryshe, shko te filonit, ndihmon filoni. Shko te filoni se mund me ta krijë këtë punë. Këto janë ndihma mes neve. E pra i njëri qaribi, si është i afrueshëm, njerëzit nuk kanë frikë me shkutaj me kërkun ndonjë ndihmë, me kërkun ndonjë këshill, me kërkun për ndonjë nevojë diçka me ndihmun, nuk tutën. Atë dikushit duhesh mi bën 100 hesape, llogaria, çka mi thon me zgjidhje fjalorin, njerëzit. Të kapin njerëzit, tu mendu se si me shku me alip, shenjë u thënë 10 frankësh. Apo me shku me alip kerrën, apo me çut dikon se ke nevojë, duhesh një gjymsati veç me mendu se çish më thon. Pse se sarku i thot ta ka prish. Ose s'ta ka prish, po ta ka përmend mbas. Ne atë jenë zor sonte, duhesh me shku me kërkun ndonjë ndihmë ndonjë diçka, edhe të kapin njerëz, si më thon, shkon, mritë dia të dash mira zilës, në orën që ne kujtohet ha mi thon, mos më thon, me hi, mos me hi. Po kam ku me shku që dërkon, çka më bën? Pa tjetër e kam të marr. Hapja zgat dorën, numrin telefonit, ku do më thën telefon, sa duhesh më thirr se thirr. Në këtë kokën amrë. Problem ti do më thirr dikonin ti të misafir me dash me shku, po duhesh më njerëzit. A mi thon mos mi thon ashta pengushtroj, s'pengushtroj, ka renta, si ka renta, lodha, sa lodha, si lekë se s'po shkoj. Po në gjithë në vikend njët, në gjithë në vikend, dhe tjetër 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, 1 vjet pa bon vizita me teze, me halla, me daj, me kushrim, me familjar. Pse? Se po duhet me bon llogari mirë, më kon profesor i matematikës, me ditë mirë me llogarit, por me shku gjistore me përhar dikon. Apo me pa dikonin. Banorët e xhenet janë hayyin layyin, edhe po thot pejgamberi alayhis salam, sahal qarib, të afroshëm, i afrojnë njerëz, magnet janë ato, kështu i afrojnë njerëzit. Ato që janë njerëz modest, janë njerëz të mirë, të sjellshëm, ato janë si magnet, ato ç'është ngrenë. A këto qert problem është. Pra qarib është i dashur dhe i hapur me njerëzit. E këto janë pra shenjat të banorët e xhenetit, thot pejgamberi alayhis salam, ela ukhbirukum bi ahli al-janna, a që lajmëroj për banorët e xhenetit. Ahlul jannati kullu hayyinin layyin sahlin qarib. Thot banorët e xhenetit janë çdo person i butë, i thjesht, i lehtë në marrëdhënie dhe i afrueshëm, i afron njerëzit te veçja. Pejgamberi alayhis salam rregullisht vazhdimisht që kanë ndihmuar njerëzve sepse ka qenë modest dhe ka dashur që ndihmon njerëz të cilët kanë pas nevojë. Dhe ky mesazh i hadith pejgamberit alayhis salam po na tregon se banorët e xhenetit nuk janë njerëz të vrazhdët, krenar apo të vështirë. Banorët e xhenetit nuk janë asaj të vrazhdët, nuk janë krenar. Që krenojnë me sejnë që u ka dhënë Allah subhanahu wa taala karshi njerëzve dhe nuk janë të vështirë, po janë të butë, modest dhe të lehtë për të tjerët. E këto janë sjellje, prej sjellje të mira, pra janë cilësi që të çojnë në xhenet. Butësia, thjeshtësia, të afrosh njerëzit, të janë të gjitha cilësi që njeriu e çojnë në xhenet, pra janë sebeb për ta fituar xhenetin. Pra Islami shumë i ka kushtuar rëndësi butësisë, sjelljes së mirë, modestisë, marrëdhënieve të lehta e të ndershme mes njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit e butë, njerëzit e thjeshtë, janë modest, i ka përshkruar kështu, thotë el mu'minu kal jamal al anifi. Haythu maqidin qad, thotë besimtari janë si devja e butë. Ai bashkë ka kuptim se bashkë si devja e butë, por asë devja kur janë këto të hund, në hallk, edhe një fëmijë thonë dietarët në një fëmijë, më thon me ngretë poshtë mula ajo ulet. Një fëmijë me ngret, ai fëmia thash, ne ka çuar vëlla. A dia nit më shumë, aty ku e gjunat, mot më shumë çka i banë mbitë më fëmijët. E thonë
fëmija nëse e ka pa devën, veç e prek pak të poshtë ulet, e çon të nalt, domethënë është devja është e butë. Këtë kuptim e ka përshkruajtur pejgamberi alayhis salam. Thotë besimtari janë si devja e butë, ku të udhëzohet aty nështrohet. Po kush është, fëmia është i madh, gruaja burr, ajo aty një nështrohet, ulet, çu. E besimtari i cili është modest, el mu'minu, besimtari duhet të jetë modest, sikur ajo devja që nështrohet atij i cili udhëzon, aty ulu, ngritu, shko, hajde. A më tham, jo në të kuptimin që na dikush ka ta kesh përdor modestin ton. Hajde se kjo është modest, kjo nuk thotë jo, hajde bismillah. Unë që dil, hajde ase. Jo ka dalë se aty mund miksi do si thonë të na damori. Modestia është thënë për Allah të bësh modest. A mund që të non nuk duhet të lejosh njerëz të hipin për me qaf. Me bën hajgar me ti, mu tall me ti. Dhe në shumicën e rasteve kur je i but njerëzit të shkelin, apo? Ama ti nuk i të bon butësim se pitutës, i të bon këtë butësi jam i but për Allahun. Unë të respektoj, pëse jam unë e hosh, të respektoj, një pëse i ti ma i vogla, pëse i gjemata, pëse në ashtas di shumë për Islam, po unë jam i but me ti, nëse bona i but, jam për Allah, jo se për diçka tjetër. E muslimon do të jetë pra i but, si që thot pejgamberi alayhis salam, sikur e devja, ku të udhëzohet aty nështrohet. Pastaj tha modestia duhet të jetë me al-kibar ose sigar, me të mëdhenj dhe të vogël, al-aghniya wal fuqara, me të pasur dhe me të varfër, për çka? Për Allah subhanahu wa taala. Për hir të Allahut, jo për diçka tjetër. Pastaj mendjemasia është e qortuar si ndaj besimtarit, ashtu edhe ndaj jo besimtarit. Mendjemasia nuk lejohet me kërkonin. Zësh më mendje madh, as me besimtarin, po as me mos besimtarin. Të ndish në ashtë si krenar, nëse mujna mi thonë si lloj mendje madhi, ndaj ati mendje madh, për me ull pak, mi thonë i ka dale, bandë nërë ati, mu ka dhënë ndaj ati mendje madhit, që ullu pak. Se mendje madhësia shka është, të shifësh krejt njerëzit ma poshtë se ti. Edhe sigur ti mu komi një kodër, edhe që poshtë i shek krejt si bubrejt, si mizë, apo të vogli. Mendje madhe të kështon janë. A më të shkrejtet kanë harru se edhe ato prej poshtë i qofë në kënal se i bubrajt si vogël. Në këtë i përshni me një kodrë, a i kytë po që e poshtë një 10 vejt, 20 vejt, 30 vejt, a duhen këtë si bubrajt sa të vogli. Apo për në aeroplan ku hip, në aeroplan, a ki po që poshtë me edhe kodrë duken si bubrajt. A më napi poshtë e shofë me aeroplanin me 200 vejt që i ka mrejnda, a në duket edhe si bubrajt, apo? Pa mos me ndo mendje ma, se i shetit njështë të vogël, atë janë të të pati dishka shëmi madh dikushi. Ti, në syrin ati je shëmi ullë, se je mendje madh. Mendje madh të Allah nuk i do. Pejgamberi alayhis salam thot, nuk do të hinë në xhenet ai i cili ka sa një grimë të vogël mendje masin se emri i tij. Pra nuk do të hinë në xhenet nuk hi me grupet e para, se ka me dhon llogari, meriton dënimin e Allahut. Mendje madhe, pra nëse personi ka në zemër sa një grimë të vogël mendjemasi, pejgamberi alayhis salam thotë nuk ka me në xhenet, do të thonë nuk hi me grupet e para, ka me dhon llogari, meriton dënimin e Allahut. Nëse Allah nuk ia fal, ai ka me imu dënu në xhehenem. Për çka? Për mendjemasin. Po pse bësh mendje madhe një? Siç ka thënë Imam Shafiu disa dietar. Nalo pak mendo pika kjo ardh. Por ti ku kjo ardh kit botë, ki dal nga një vend ku dalin pa pastërti. Apo kur ti njëri ka lin. A del nga i vend ku del pa pastërtia. Po njeri, po të kur vdesesh, ka më bon trupi jot? Kërrimet kanë me të hangër në varr. Ka më të prish trupi. Ka me ardh era, me bon të shpia nuk të majnë. Me bon mu kon vera, sa ma shpejt qëjnë të vorë, se nisë të vjen era. Në më të prishë trupi jot. E ti po bonsh me ndje madhe? Si kjo në këtë botë, si po përfundon fundi jot, edhe po bonsh me ndje madhe? Bashkë të merë menja se i dikushi? Mos e ban me ndje madhe, mos e ban edhe shumë i forë, pëse të ka dhonë zotin mos i tash, mos e keq përdorat e mu bon me ndje madhe. Se shpesh e kam thonë na përderë se mos e ban me ndje madhe me muskë, se ki pa natën. Cëlla burri 40 vjet na përsoba të nga, që nga të bon një misë nuk pelerat me flia. Hajde tash, tregojt me mizën, tregojt i mendje masin, tregoj azgani me mizën. Disa bajt, 3 sabajt, në 6 ka me shku nisën punë, na përshpitu nga një misën pëzën. S'po m'le me fliet, s'le me fliet.
Njëri është shumë i dopt, ha? Njëri është i fortë kur ka besim, ka bindje se për ndryshe wa khuliqa al-insanu dha'ifa thot Allah Taala. Njeriu është krijuar si një krijesë e dopt. I dopt i. Një therr, çaj tu pi pak me dje gishte agunha diçka në çaj, burri 50 bërtet si do një fëmijë. Njëri është i dopt, është krijesë e dopt. Po çka e bën të fortë, e bën bindja, imani që besimi në Allah subhanahu wa taala, e bën të fortë namazi, dhikri, përmendja e Allahut, ai të bëjnë të forta, i fortë. A por ndryshe, mos u bën shumë ndjemal. Mos u bën ndjemal me muskujt që ti ka dhënë Allahu, mos u frime ato muskujt, mos u frime pasurinë e me kerra me shtëpia që ti ka dhënë Allahu. Se një ditë vjen dita s'bojnë dobi asnjënja. Dvjen smuja, të kap dhe një kancer, thujnë doktorët, duhet me ta prej komën, kur ta shif nesit kish dik për tutës se kanë me prej komën. Qa që ka njeri? Gjë kam të gjynë dikush kish dik, që shtonet? Kancer të koma, kanë thonë doktor këna me ta prej komën, i ka i pa e si thujnë e siklita, e vezvesja, tuta, qishte, infrakt edhe ka vdik. 45 vjet. Shesa i dopt është njeri? Mirë, ku me thonë, është për ta pres komën a gishtin, të e vezvejsa në krije, i dopt sënë e përballon, sënë e dëron, ku para shka ndohë dhe ase infraktit. Tik shkoj, Allah në gjenet. Qa që jemi dopt në? Për një sekund nuk hije mo. Sekundi është në pikje. Po parëzve ka me ne, sot be falë gjumon me ne, filoni, kish dik. Po sot me u falë me ne, po lemat i sot, ati kur akon gjumoja, namazi, shkurt e ka njeri. E për këtë duhet me mendu për të armë, për ahiretin. Mos habit më mas dënjas. Mos duket më vejtja dikush i shumë i madh, sa di çfarë krijesa ka në këtë botë. Në toka me gjithë këto miliarda njerëz me kodra, me çka mos me detra, oqeane, lumenje, me gjithë këto, kur ta shish karshini krijesë tjetër, atë disa e vogël. Na jemi një krijesë shumë e vogël brenda do krijesa të mëdha që ka kriju Allahu, këto krijesa ka kriju për shërbimin tonë, që janë shërbimin tonë, për mirën tonë, që prej kësaj të mund diçka për ahiretin tonë, përgatim për ahiretin tonë. E bëhum modest në këtë botë, sepse kush bëhum modest, Allah xhaleshane ngrin ditën e gjykimit. Pastaj sikur të lexojmë modestinë e pejgamberit alayhis salam, sahabeve, për shembull me një rast, të gjithë dinë kush ka qenë Hazreti Aliu. Gjalmigje ka pas pejgamberi alayhis salam, trem sa ta dosh, i ditur sa ta dosh, këta të mirët i ka pas. Khalife i muslimanëve ka i katërt. Me një luftë prej luftave, Khalid ibn Walidi akon komandant i ushtrisë. Në këtë ushtri, kush ka qenë brenda kësaj ushtri ushtar? Hazreti Aliu. Ka i ka thonë Khalid ibn Walidi me shku, ka shku. A kush është Aliu radiallahu anhu me vlera, kush është Khalid ibn Walidi? Edhe Khalid ibn Walidi, s'po thojnë akon shumë njërë pa vlera. Ka pas ajo vlera të mëdha, ama Aliu radiallahu anhu edhe më shumë ka pas vlera. Ama akon Khalid ibn Walidi komandant po. Hazreti Alia, edhe pse me gjithat diturin, me gjithat vlera, respektin që i ka pas këtë, akun ushtari Khalid ibn Walidit. Këtë kush na mëson? Këtë na mëson Islami. E sot kur nuk praktikohet Islami, çka bojnë ana? Hajde mbledhë një ushtri me 20 veta ç'të. Hajde një dimuj komandantin, s'di kush më bën komandanti. E pastaj kush më bën tjetër. Edhe kur çka krismi në fund luftës mes vetë. Në xhami do më zgjidh me bon kresi xhamis. Kresia saj ka 3-4 veta, po 4 veta, hajde thojmë kryetari, kryetari, arkatari, sekretari, hajde që 4 veta. Ka pas raste rrejna për xhamia? Jo kryetari, jo pse ti, jo pse i Kosovës, pse i Maqinit, pse i Kumanut, pse i Tetoh, pse i Shkupi, pse i Asajna, ku tash në xhami be jemi o ti. Në xhami me çka punohet, me Kur'an do të punohet, me hadith, jo me Kumanut, Shkup, Gostivar, Kosovë, Shqipëri, ku di çka. Xhamia është Islam, nuk ka lidhje i kajtije. Islami e bashkoi Ebu Bekrin me Bilal Habeshiun. Bilali ishte prej Etiopie, ishte skllav në Mekke, ama i boni bashk Ebu Bekrin me edhe Bilalin. E boni bashk Omerin, Ebu Bekrin me ka Suhejbin e Rumi prej Romakëve.
I boni bashkë, kush Islami? Islami boni bashkë bardhen me xivin. S'ka dallim ngjira. Në Islam nuk bën me dallim me ngjira i bardhi zi. Islami është kush është më i devotshëm, kush është më i thjeshtë, kush është më modesti. E për fat të keq, në nuk lexojna shumë historitë e sahabëve apo të pejgamberit alayhis salam dhe ta shohim se çka është modestia. Allahu xhaleshon Kurani ka thënë pejgamberit alayhis salam wakhfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin. Sillu me thjeshtësi ndaj besimtarëve që të ndjekin ti o Muhammed. Pra sillu me butësi, me thjeshtësi me ata që po të ndjekin. E kur Allahu xhaleshon i ka thënë Muhammed alayhis salam, sillu mirë me ata që po të ndjekin, e sot ti hoxhi apo i një udhëheqës një grupit, një familjes apo i një shkollës apo një shoqatës. Edhe por ti vlen kjo, sillu me butësi me ato. Mos e merr vetën mësish. Mos e merr vetën mësish, është shumë keq është. Kur të morin që mësish, hajt, si s'ki e faja, mo, kur ta mirë ti vetën mësish, se këtë po më gojnë, këtë po më këshine, këtë po më vinë mas, e me bo me të hiqë dhe mësishi, shumë rrezik i madh është. Pejgamberi alayhis salam shpesh ka thonë sahabëve, unë jam si ju. Jam njëri si ju. Ju hani pini flini, unë e hapi i flini, ju se murën, se murëm, ju njëjtë jam një, por Allah më ka bërë pejgamber. Edhe Allah ka thënë Kur'an, "Kul innama ana basharun mithlukum", thuaj Muhammed, unë jam njëri si ju, innama uhi ilay, por Allah më ka dhënë shpalljen. Por ndryshe jam njëri si ju. Çfarë ndodh ju, ndodh edhe mua, ama unë jam pejgamber. E për këtë pejgamberi pse ka qenë i dashur i Allahut, Habibullah, i dashur i Allahut, si dhe më i nderuar i njerëzve, ka treguar gjithmonë thjeshtësinë asa do ta bënte të cilin nuk ka pas mundësi ta bëjë askush këtë. E kur kush s'e arrit atë gradën e pejgamberit alayhis salam thjeshtësinë e tij, por ai ka qenë prap i dashur i Allahut. Dhe në fund pejgamberi alayhis salam a lut me një lutje. Shpesh e ka bën këtë lutje, ka thonë Allahumma ahini miskinen. O Zot, më bën të jetoj miskin, e këto fjala miskin është kuptimin i thjesht, pra të jemi thjesht. Wa amitni miskinen, dhe më bën të vdes si i thjesht, njëri i thjesht. Wa hshurni fi zumratil masakin, dhe më ringjall o Zot ditën e gjykimit në grupën e njerëzve të thjesht. O Zot, më bën të jetoj i thjesht, të vdes i thjesht dhe të ringjallem me njerëz të thjesht në ditën e gjykimit. Pra modest, të jem modest kur jam gjallë, të jem modest kur vdes, edhe të ringjallem në grupën e njerëz të cilët janë modest. Edhe një ditë prej ditëve Xhibrili alayhis salam erdhi te pejgamberi alayhis salam dhe duke qenë te pejgamberi alayhis salam shikoi Xhibrilin në qiell e po të zbritni me lajke. E i tha pejgamberit alayhis salam, "Hadha al-malaku ma nazala منذ khuliqa qabla sa'a." Do të kjo me lajke, prej kur e ka kriju Allahu, asnjëherë s'ka zbritur në tokë, sot po zbret hera parë. Xhibril alayhis salam thotë që me lajka që po zbret, prej kur e ka kriju Allahu, kjo s'ka zbritur asnjëherë në tokë. Thotë tash është hera parë që zbret në tokë. Falamma nazala, kur erdhi kjo me lajka, tha: "Ya Muhammad, o Muhammad, arsalani ilayka rabbuka", më ka dërguar te ti Zoti jot, pra Allah më ka dërguar te ti. Afa malikan nabiyya, apo do më kon mbret, pejgamber mbret, aty pejgamber dhe mbret, ej'alak au abd rasulan, pra Allah po të pyet Muhammed, apo do më të bën mbret, pejgamber, apo po do më të bën abd rasul, apo më të bën rob i dërguar. Qali Xhibril alayhis salam i tha pejgamberit alayhis salam, e shikoi i tha: "Tawadha li rabbika", bëhu modest ndaj Zotit, o pejgamber, o Muhammed. Tawadha li rabbika ya Muhammed. Xhibril i tha: "O Muhammed, bëhu modest i thjesht ndaj Allahut." Ata pejgamberi alayhis salam tha: "Bel abdan rasula", po du më bë rob i dërguar. E për këtë na ku thojmë dëshmina, thojmë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Me këtë që ka thënë Allah, abduhu wa rasuluhu, rob dhe i dërguar i Allahut, kam mbi të gjithë mbretërit e mbretërat në këtë dunjë. S'ka asnjë mbret këtë botë që është më i lartë se pejgamberi alayhis salam. E çka tha pejgamberi, po du më kon rob, pra njëri i thjesht dhe i dërguar i Allahut. Pra Zoti i tha, apo do më bën mbret i dërguar, apo do më bën rob i dërguar. Tha jo, po do më bën rob i dërguar. Më bën sa më i thjesht në këtë botë
dhe t'i arrite gratë e larta te Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe shokët e pejgamberit alayhis salam se tregojnë se pejgamberi alayhis salam as se ka qenë thjesht ka shku në për vizita të sëmurve, ka marrë pjesë në për varrime, ka marrë pjesë në bashkën e xhenazës, ka marrë pjesë pejgamberi alayhis salam në çdo aspekt të jetës me njerëzit. Sa ka nga mesi atinve dhe ka jetuar me ato. Nuk ka qenë diçka me një kodë me marrë një pallat e pja gjenat me urdhëru njerëzit. Bashkë ka jetuar me ato. Në kohën ka shku dënjerë, ka hecë. Tregon një sahabi, Gjabir radiallahu anhu, thot pejgamberi alayhis salam, thot erë të më viziton se isha i sëmur. Pejgamberi alayhis salam po shumë vizitu këtë sahabijun Gjabir radiallahu anhu. Thot kishte ardhur në kom. Në më thot s'ka mur as dive, as ndonjë kali, as diçka, në kom thot ka ardhur. Nëse që të nuk ta këshirësh, ko të hecësh me shku të i sëmuri, me shku në kom, sa më shumë hapa të bajsh, shpërblimi më i madh është. A mu pejgamberi alayhis salam nga modestia nuk e ka marrë ndonjë mjet transporti me shku me vizitu, po ka shku në kom vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tesh të vetë, asin të vetë ai ka bërë gjithmonë vetë, nuk ka thonë dikujt, "Mami çtonë?" "Mami unë, shtonë hoxha tesh, mama te shallën, të qetë merr ma xhipën, të qetë merr me kundë kutin të xhamia, shino mi kundë të xhenat mos më shkelin. Hajde daga hoxha, hajde daga hoxha. Hajde daga mufti, hajde daga mufti. Po hi muftia në xhamia dikon, një kundët, një çerapë, një shall. Nëse nëse ja bojnë na për respekt për vetë në diçka tjetër. A më do ju jetë hatri mos më ja bojnë shtonë. Me bojnë shtë si hoxhin pas në kundët të djera, e hi në xhamia ku dalës mi ka ikur kush minua gjenat. Ja diçka bojnë. Të llovijat e parë, çysh be, minat do që jam. Nëse s'm çashno po. Do të dëpsës. Hoxhës ja ke kundës, ja ke bon, ja ke bon. Po ti se je hoxh, je për vetë, du me të respektu, të respektoj. Nuk du me të respektu, ti se më imponon me të respektu. Sa në moment kur mënosh me imponu me të respektu, atëherë ti rrave shumë poshtë. Apo? Nëse do xhamati me të respektu, me të baj çështone, në të baj. Është drejt atin, apo se dojnë, e respektojnë. Ama ti si hoxh mos e imponon xhamatin me të baj çështone, me të respektu. Sa nuk ka respekt, është imponim. Dhe shumë e radhë është qëra historia pejgamberit alayhis salam ka ndërtuar xhamia vetë pejgamberit alayhis salam në Medinë, ka marrë pjesë me bajt ato qerpeshë i thënë prej lloçit, ka ndërtuar i kanë thonë pejgamberi Allah. Ulët ja di se na e bojna. Thotë që unë kam nevojë për sevap, sikur jo. Me një luftë tjetër ças pak kuaj se kanë pas muslimanët, a dosh ka 3 veta me një kal, a di? Edhe me ndrime kanë bërë, njëri ka hip, si më thonë, një kilometër, ka zbrit, ka hip i ditë një kilometër i treti, se s'kan pas kual, me thonë, këtë ushia pas ka një kali. Pejgamberi alayhis salam i ra me një disë sahabe. Edhe pejgamberi s'pat kalit vetë, me thonë, pejgamberi Allah ti merr çket kalin vetin, na qirë ja bojnë qarën. Jo, edhe pejgamberi tha dhune, bashkë me juve, me diqje. Tash hip ke një sahabi zbrit, ke hip ke tjetër zbrit, ke hip ke pejgamberi alayhis salam. Të këtë sahabët, o pejgamberi Allah, moj e rejnin tem, së di mos zrit. Tash në rejnin jam, po moj e ti. Jo pejgamberi alayhis salam thotë, unë kam nevojë me hec, me fitu se vape si jo. Ai në të kuptu çfarë thjeshtësi, çfarë modesti ka pas pejgamberi alayhis salam. I ka thonë sahabëve, hec o pejgamberi Allah, tash rejnin jam, a më të nashti moj e rejnin tem. Çfarë se e kanë dash pejgamberi alayhis salam, ama s'ka pranu. Ka thonë, edhe unë kam nevojë për se vape si jo. E ka kanë pita Aisha radiallahu anha, çka bën ke pejgamberi alayhis salam shtëpinë vet? Andaj ka interesuar sahabët me këshir pejgamberi alayhis salam, çfarë sjellë ka pasur në shtëpi, atë që ato të bojnë njëjtën shtëpi. Thot Aisha radiallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahli, thot ai në shtëpinë e tij a mor me punë të shtëpisë. A mor me punë të shtëpisë, do na këtë është vetë ai ka kepa në llonët atë diçka, ka bona për shtëpi, ka punu punë. Jo si thënë dëna shqiptar punë grave. Se janë punë grave atë, që burri se po dashka me la një sahan, një gotë, një asë, nuk kanë punë grave, punë e krejtëve. Nuk kanë veç punë e grujt, më shumë e bo bukën disat para iftarit, të në disat mas iftarit me la inë, me drejtu me asë, kanë punë e grave. Por nime, e ti, aga filan, veç mushtria, po. Me hongër mushtria, më se bon kur gjanë. A unë jam burë. Ma burë se pejgamberi alayhis salam nuk ije. Vlera më të mëdha saj nuk ije. Por Aisha po thot, ai merrej me punë të shtëpisë, u shërben te njerëzit të shtëpisë. Gratë apo edhe fëmijëve, ju ka shërbin në shtëpi. Kush pejgamberi alayhis salam?
Na sot me bo me shërbin shpe me akridën i pun grujës do të më shil krejt pirdët mi shuk drisë me bo me më pa dikushim qesin nga zajt. Me të pa dikush në shpi të elani sahan di shkatin i mu grujës nga zajt. Pa ma filon shka po banjë kebe? Shka po banjë? Shuj ma mis po të kalzoj valla. Po shka kish bon të i thëmë nëse dë një kreme ka bon, ka mit dikona, pala shka ka bon. Ishko të fshi me fshinës të shpija. Po nësë kur që nësë pa bon shka po duket më harët e. A kapja tinve, që të shka bon në thojza, po thujna burra di, shka s'pranon pun me prejt të shpija. Vallaj kapja tinve, ku shujna për kafe, në varë këshan të punu ati, të e kafja. E di, kam panë, e di, që drejton pak në për kafe. Edhe për dini fsharë qëllimi. Atë shpija si duket veqja burë nësi një mon gruj. Sa atje, më mos, si thujnë klish. Edhe në fund, një ngjarje me modestinë e pejgamberit alayhis salam thot, Omer radiallahu anhu transmeton thot, i kërkua pejgamberit alayhis salam leje për me shku në umre, me kri umrën. Edhe pejgamberi alayhis salam më thot më dha leje, tha shko. E çka më tha? Tha vëllai im, mos na harron në luqet e tua. Kush? Pejgamberi alayhis salam i thot Omerit, vëllai im, mos më harron në luqet e tua. Në një transmetim që thot, na përfshi neve o vëllai im në luqet tënde. Pra pejgamberi alayhis salam i thot Omerit, mos harron me bon luqe për mua. Edhe Omer radiallahu anhu pastaj tha, edhe sikur të më kishin falur tër botën më kishin falur. Çka ka kjo botë me pasurinë e saj na? Thot nuk do të isha gëzuar aq shumë sa që u gëzua nga këto fjalë të dërguar të Allah sallallahu alaihi wasallam. Omer po thot sikur më kishin thonë krejt botën, nuk isha gëzuar sa u gëzua me këto fjalë të pejgamberit alaihi salam ku më tha, o vëlla, mos më harron luqet e tua. Pa Muhamedi është i dërguar i Allahut, zotëri i atij që janë modest. Muhammedun sayyidu sadat. Muhamedi është zotëri i zotërinjve. Muhammed është qaidu sadat, është udhëheci i zotërinjve. Muhammed sayyidul qadat. Muhamedi është zotëri i gjithë udhëhecëve. S'ka njeri si ai, as ka pas, as ka me pas kur. Ama që të non, njeri më thjesht se ai së në gjonë prapë kërkon. Njeri më me moral të lartë së në gjonë. Njeri më të butë se ai nuk mund me gjë. Njeri më të bukur dhe më të sjellshëm nuk mund me gjë. Ai na ka mësuar këto, kur ai ka bën këto punë, pse na mos ta ndjekmi rrugën e tij dhe porositë e tij. Pra kjo ishte kështu shkurtimisht për modestinë, thjeshtësinë, inshallah Allah xhalesha na bën të thjesht, na bën modest të jetojmë të thjesht, të vdesim të thjesht dhe të ringjallë në grupin e të thjeshtëve në ditën e gjykimit me pejgamberin alayhis salam, me shokët e tij, me njerëz të mirë, me pejgamberët e Allahut, sepse ai i cili ringjall në grupin e tinve, domethënë shpejt të shpëtuarve. E lutim Allah subhanahu wa taala të na i falë gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit, dhe në fund e lutim Allahun kur të vdesmi dhe të dalë për kësaj bote, të dalë me fjalën e shpëtimit, me fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.